Lejet për centralet e energjisë fotovoltaike po vazhdojnë pa u ndalur me vendime e qeverie, leje që përbëjnë krim ekonomik shtetëror sepse nëpërmjet tyre kryeministri Edi Rama ka grabitur dhe dhuruar 10 hektar toka publike, sikur t'ia kishte lënë trashëgim babai. E tillë është leja që kryeministri Edi Rama ka dhënë në datën 19 dhjetor 2025 për investim, ndërtim dhe shfrytëzim të një centrali energji elektrike fotovoltaike me fuqi 49.96 MW në Mesopotam të Bistricës nga kompania Green Sol SHPK. Kjo kompani është 100% në pronësi të oligarkut Bashkim Ulaj, e krijuar prej tij më 15 shtator 2022, duke përfshirë si ortak fiktiv me 30% punojësin e tij Fotos Gobo nga Imara, të cilit një muaj e gjysmë pas krijimit të kompanisë ja bleu aksionet për 30.000 lekë. Nëpërmjet kësaj kompanie, Bashkim Ulaj ka marrë leje për centralin fotovoltaik Mesopotami në Bistricë në 45 hektar tokë shtetërore, të cilën ja ka dhuruar kryeministri Edi Rama. Leja dhe licenca e shfrytëzimit të centralit fotovoltaik do të jetë për 49 vite, kur ligji për këtë lloj lejesh nuk lejon licencë më tepër se 20 vite, por Babloku nuk i përfjell ligjet, përsa kos pak nuk po merret me aferat e tij. Një tjetër leje për ndërtimin e një centrali energjie fotovoltaike, kryeministri Edi Rama ja ka dhënë kompanisë Rozafa SHPK në zonën Shmil të Elbasanit, në 40 hektar tokë shteti të dhuruar dhe me afat shfrytëzimi 49 vite. Dy miqve të kryeministrit, përveç tokës shtetërore falas, Babloku ka krijuar edhe favorin që për 20 vite të mos paguajnë taksa qendrore dhe lokale për tokën, biznesin dhe mjedisin, pasi sipas vendimit do t'i japin shtetit vetëm 2% e energjisë që do të prodhojnë. Në total, oligarku Bashkim Ulaj ka marrë falas 380 hektar toka, troje dhe objekte shtetërore. Mes tyre tokën për tecin në Roskovec, sipërfaqe për pallate, kulla, hotele dhe qendra tregtare në Tiranë dhe Bregdet, si dhe kodra për gurore inerte në zonat e Krujës, Vlorës, Elbasanit, Lezhës dhe Kuksit, ndërsa peshkatari trafikant Gjergj Luca në total ka marrë 132 hektar toka dhe objekte shtetërore falas, mes tyre magazina dhe troje të ish rezervave të shtetit në Elbasan, ish reparte ushtarake, ish ndërmarrje dhe toka në Zall Shkumbin, Zaranik, Labinot e deri në Bulqiz.